Puna në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ngrohtë se dilin ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti je kavje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk ka se të vdesim për bukur. Përshëndetje, miq dhe pacient të Trup Podcastit, mirë se erdhën në pavionin më të famshëm në Shqiptari. Ne jemi ai lloj pavioni që i shmangemi shiringave. Juve dini fobin ton ndaj ngjyrës të bardhë, prandaj asnjëherë nuk vishemi me ngjyra të bardha unë dhe i ftuari të dy bashk. Por me të verdha edhe mund vishemi, se ngjyra verore gjitha me radhë. Sot neve nuk do flasim vetëm për shqiptarët e Shqipërisë, por për shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë në veçanti. Më ka ardhur i ftuar një vllai im, një miku im nga Maqedonia e Veriut, një shqiptar i Maqedonisë. Për gjithë juve që i quheni shqiptarët e Maqedonisë Maqedonca, nuk keni as edhe një lloj gjë më pak ose më shumë se sa ignorant në rastin më të mirë. Kështu që janë vëllezërit tan, janë motrat tona, ma tan kufive, të lëna në harres me qëllim ose pa qëllim nga elitat politike të kohës për pazaret e tyre, të fuqive të mëdha, por edhe të armikut ton të brendshëm. Dhe ka dash Zoti i Madh që në 2025-ën të paktën shqiptarët jenë faktor përcaktues në politikën e Maqedonisë Veriut. E kemi fatin e madh që kufit tan ekzistojnë vetëm në letër sepse ne vim dhe shkojmë për të takuar njerëzit dhe për fatin ton më të madh akoma që bota është globalizuar aq shumë sa tani mund të përdorim platformat tona dhe të flasim për çfarë na doj qefi neve, të bisedojmë për çfarë na doj qefi neve, pa pasur një vije editoriale, pa luajtur për politikën asnjërs pal apo të njërës apo të tjetrës. Kam të ftuar këtu një gazetar në Maqedoni, por mbi të gjitha është doktor veteriner, shumë i suksesshëm në Shkup, mos gabofsha? Në Shkup, po, në Shkup. Por ka dhe një specifik, juve dini shumë mirë që unë ju kam lajmëruar që në verë, me shumë mundësi në gusht, që po flisim me të ftuarin, me të nderuarin, neve do bëjmë atë që jo kemi premtuar, një reportazh dokumentar për luftën e shqiptarëve të Maqedonisë, për një luftë e cila nuk flitet në historiografin ton, për një luftë që shumë pak veta e njohin, dhe do hedhim dritë edhe mbi këtë lloj faqe të historisë, e cila jo vetëm që nuk është shkruar në faqet tona, por historia jon fatkeqësisht akoma e njeh si hero kombëtar dhe hero të madh edhe Dušan Mogoshën, që është të merr domethënë, se ç'a ndodh në Shqipëri, por le të bëjmë patetizma patriotik sa herë që të luaj kombëtarja dhe themi që jemi krenar shqiptar pa pasur asnjë lloj gjoje për të ndjer krenar ose pa pasur asnjë lloj gjoje për të ndjer krenar nga ato që bëjmë neve. Sepse po të donim të ishim me të vërtet shqiptar, do ta kishim bërë këtë vend dhe do ta kishim bërë një lloj përafrimi me vëllezërit e motrat tona për te kufive tan. Por gjithashtu Samet Abdullahu, Sametin që e kam këtu, ka qenë edhe pjesëmarrës në luftën e Maqedonisë, e ka parë në vetë parë të gjithë luftën. Samet, faleminderit që më erdhe vllai im. Mirë se më erdhe në shtëpi. Shpent, mirë që e gjeta. Dhe shumë mirë në fillim, ajo hirja tregon se gjithë ka sende cilat vetë ndoshta i kemi stopuar, duke
menduar me ato imagjinatat tona se populli është i ndan, populli shqiptar. Por don Zoti dhe don vullneti i vetë shqiptarëve, pavarësisht këtive ndalesave, këtire mendim të këqija, ne po afrohemi, ne po bëhemi një dhe luftojmë për atë që e dum të gjithë. Është një flamur, një komp dhe një shtet. Usamen, unë e kam vërre, sa herë që kemi folur bashkë, por edhe me shqiptarë tjerë të Maqedonisë, që nacionalizmit e juaj ka një formë tjetër, ka një trajt tjetër. Në Shqipëri, kur flasje për nacionalizm, është shumë patetik. Unë nuk kam frikë fare të thëmë, kam thënë publikisht të gjitha. Pra, neve kemi hero kombëtar, e quajmë si hero kombëtar Skënderbeun, po nuk di mas si lloj betejë e tij, domethënë në mas. Nuk e di mas se çfarë gjuhë ka folur, as pse erdhi, as se ishte vasali i Napolit, i Vatikanit, i Venedikut, e Mandeja dhe i Portës Lartë. Dhe kur vjen puna pa ditur dhe historinë, ti thua shiko se heroi jon kombëtar Gjergj Kastrioti që mblodhi kombin e gjitha me radhë. Kurse në anën tjetër, për te kufirit, nacionaliteti është më i flakt, po jo patetik. Pse mendon se është ky lloj, më thënë, kjo lloj digotomia, kjo lloj përqasje ndryshme nga i njëjti popull në fakt? Shqiptarët këndej, shqiptar anej. Shpen do dal do të kthehemi dhe të pyes. Po, por do filloj tash nga ne. Shumë pak e kam përjetu unë ish Jugosllavinë. Por prindit po, edhe gjeneratat më të vjetra. Kemi lind me atë mendim se kemi të ndaluar flamurin, e kemi të ndaluar shkollimin, e kemi të ndaluar qasjen e lirë, e kemi të ndaluar shprehjen e kulturës, e kemi të ndaluar shprehjen e lirë. Mos flasim na për mediume, por ka qenë shprehja e lirë edhe na për shtëpia mbrenda, për fat keq. E kemi rujt, familja jonë e kemi rujt flamurin mbrenda, të mshehur. Dhe në momentin të një organizim familjar, ose ndë një aheng familjare, kemi nxjerr flamurin. Dhe ajo na ka bë disi ta ne ta du. Kjo është njëtë, shpenë sikur sot në Palestinë, lind dhe vdes fëmia, me atë e din kanë e ka armik, e din se cila është qëllimi i gjithë asaj që ati ndalohet. Njëtë kemi qenë edhe na, kemi pas të ndaluar shkollimin, kulturën, përdorimin e simboleve kombëtare e kështu me radhë. Prej në shkollë të fillore, mësuesi ka hi dhe ka thënë shive, në libër na shkruan kështu, po ne këndojmë himnin ton kombëtar, por mos tregoni jashtë se kemi mësuar ne himnin ton kombëtar. Para mendoni fëmijë sot shkollës fillore t'ja thot ata. Nësa Shqipëri ka lind matë me flamurin, ka lind me shkollimin, ka lind me kulturën, ka lind me atë himnin kombëtar, e ka mësu. Ne u ka dash edhe në literaturë të ndryshojmë diçka që ne ta mësojmë, sa i përket kombit tonë. Dhe kjo ka qenë ajo e cila neve na ka bërë që ne ta dum Skënderbeun, ndoshta edhe pse se kemi pa. Ne e kemi dasht Ismail Qemalin edhe pse se kemi pa. E kemi dash kulturën, traditën shqiptare, edhe pse na është ndaluar. Por e kemi biseduar në për oda. Odat kanë qenë konakët, kanë qenë vende ku njerëzit krahas ndalesës janë mundu të harrojnë kulturën, të harrojnë traditën. Kanë qenë gjithçka e msheft, ka qenë gjithçka e organizume. Prandaj kanë qenë këto shpen që gjemë të ri, të cilët edhe pse nuk e kanë përjetu komunizmin, nuk e kanë përjetu atë shkeljen, luftuan për të drejtat dhe pambarësia, si që është nëse flasim për Kosovën, të na në Maqedoni për të drejtat. Këto vetëm më kanë qenë të mbushur me ato nacionalizmin dhe për fat keq edhe tash vazhdon edhe më tej.
Por duhet disi ta ndryshojmë pak, jo mos ta duam flamurin, po duhet ta ndryshojmë pak se bota ecë para dhe në momentin që ne këto shtete do t'jenë, unë mendoj në Evropë, do të hiqen kufit dhe atëherë do të kemi një Shqipëri të madhe vetëm në atë mënyrë. Shkoja, unë e kuptoj sensacionin tënë e të shumë njerëzve të ngjashëm me ty që keni jetuar jashtë Shqipërisë, jeni rritur me nënën Shqipërinë në kujtime, siç jam rritur unë me nënën Kosovë në kujtimet e mia, se origjina ime është nga Malësia e Gjakovës. Po prap, a mendon se doja vlente një bashkim kombëtar me kaq hajni sa kemi neve në të dy anët e vendeve tona? Shumë pikpyetje është e madhe, shumë pikpyetje e madhe. Prandaj e ceka shpent dash Zoti të jemi në Evropë për mu hek kufit, para sa jo. Po pse, europianët ose Samet janë më të mirë se neve nga mësuan? Jo. Ato mësojnë edhe tash mësojnë nga ne. Por kemi atë rezervën që thë edhe ti shumë mirë, se ku na çon kjo hajnia, ku na çon kjo mashtrimi vlla me vlla, ku na çon ajo pjesa ku ne s'kemi besim mes vete. Po. Unë mendoj që në momentin që futemi në Evropë, heqen kufit, na derigjojnë nga lartë dhe ne ndoshta atëherë do të jemi më të qetë, se kështu në këtë mënyrë ne do të pësojmë shumë keq dhe është më e keqja që atëherë armiqt që i kemi përreth, ndoshta edhe brenda, atëherë ato do të kenë shumë hapësirë për të na përça edhe për të na sunduar. E di se mendoj unë e mendoj këtu që politikanët tanë shqiptar flasin shqip, po mendojnë serbisht. Si te juve, si te neve. Te juve dhe relativizohet pak se e keni dhe gjuhë zyrtare që duhet patjetër ta mësoni, sepse institucionet deri në 2003-2004 kanë qenë vetëm maqedonisht. Pastaj filloi që u bë gjuhë zyrtare dhe shqipe. Po neve ne kemi hequr heroin ton kombëtar Dushan Mugoshën, e kemi larguar në vitet 90 vëlla. Dhe në vitet 90 neve sot akoma vazhdojmë të shtym para tezat e Çubrilovićit. Po ti shikosh, Maqedonia poshtë popullohet nga shqiptarët, që ikin jashtë, me lirimin e vizave, shqiptarët e Shqipërisë po ashtu. Dhe këtu kanë ngelur njerëzit o pensionistët, o ata që nuk ikin dot se janë shumë të varfër, ose ata që kanë probleme penale dhe është djegur Europa. Ose edhe disa njerëz, mos t'i përjashtojmë si puna ime, si Bulti, si Buçi, që për 1001 arsye kanë zgjedhur të bëjnë një kontratë pune këtu apo të jetojnë afër fëmijëve të vet apo familjeve të veta. Po e kam fjalën këtu që si ka mundësi që neve si komb nuk ditën të jemi kur komb. Se kombi është nocion absurd në thelb. Është abstrakt. Ç'a është kombi? U kriju kombi amerikan në letër. Nga ishte me gjuhë dhe me llogarie, me tradita të njëjta, as si lloj, nuk ka një Dutch me German, me Italian, me Irish. S'ka asnjë lloj gjohet për bashkët përpose janë bardh. Në thelb, janë lëkur bardh, nuk janë as lëkur kuq, as lëkur nxirr, as siguri. Gjuha është e ndryshme dhe këtu është krijuar nocioni i kombit. Okej, kombi shqiptar, po unë mendoj se ne nuk jemi komb. Ose më saktë ne nuk dim cilemi si komb, se nuk kemi kulturë politike që t'jemi komb. Sepse ne shikojmë njëri tjetrin si të huaj, vëlla. Dhe kjo është fatkeqësi. Ashtu është. Këtu ka disa, ne tash nga, të themi nga lufta e Kosovës e këndej, fillum disi ta shohim veten ku jemi. Kupton? Pse them nga lufta e Kosovës? Fillum ta kuptojmë cilët janë ato, cili është ai kombi i vërtet, kombi shqiptar. Jo që s'u ka ditë më herët, tash mos bëmi se ne nuk e kemi zbuluar, po thjesht fillum ta shohim se kombi shqiptar është i përçam, është i ndar, por me hallet e veta, secila pjesë. Shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Kosovës dhe për fat keq mund të them që edhe shqiptarët e Shqipërisë filluan që ta afrohen më tepër
se fillon ta kuptojnë atë thelmin se me çka prekupohet shqiptarët e Maqedonisë, me çka prekupohen shqiptarët e Kosovës. Edhe tash në këtë drejtim ne fillum disi ma tepër të jemi ma të ngrohtë, ma të afërt. Nuk në vitet në vitin 2000 ose në vitet e 90-ta këndej, ti ka qenë absurde mi tregu një shqiptarit të Shqipërisë se në Maqedoni ti zguxon ta nxjerrësh flamurin ose zguxon të flasësh shqip. Unë kam filluar në fakultet me literaturë serbo-kroate. Kam pas problem fillimisht me gjuhën. Kam kryer shkollën e fillore dhe të mesme në gjuhën shqipe, por fakultet u dash unë do e mos të mësoj me literaturë, jo vetëm maqedone, po serbo-kroate. Po, Jugoslave. Po. E tash, nëse i tregon dikujt se ti ke pat atë hall në atë kohë, është absurde. Por tash e the në fillim në fillim të emisionit se ne ndoshta kemi bën ndonjëherë vet, po edhe pak kemi interesuar për njëri tjetrin. Dhe ja po të pjesë në shkollë këtu shpend si e keni mësuar në shkollë në Shqipëri, në shkollë fillore. Ke mësu historinë që s'ta ka ndalu askush. Shikoj. Ke mësu ashtu si ka qenë libër. Ka një tu ke pjesërisht të drejtë. Tek pjesa që juve ju është ndaluar mësimi i historisë, e simboleve kombëtare gjithë në. Kurse ne kemi pasur një smundje tjetër. Ne na është dhënë historia e gabuar e deformuar nga monizmi. Po. Pra, po ti shikosh, tërë këta burra kollosi keti aty te fotografia, këta janë të retushuar nëpër foto. Domethënë është vetëm Kim Jong-uni, mreti diell, Enver Hoxha. Pra ai ishte shpiksi më i mirë i historisë, ishte atleti më i mirë, ishte mbreti diell, po të ishte Enver Hoxha do ishte, domethënë po të prekte Enver Hoxha të ka prek Zoti, zhdukëm Zotin. Kemi vendosur Vasil Shanton për dhunues pedofil, e kemi emër shkolle, ai është Vasil Shantić, është serb, a kupton, ne e quajmë si hero tonj kombëtar, kemi dhënë emër shkolle. Nuk dim, thënë, i kemi vendosur familjeve të mëdha veriore dhe jugore, i kemi përçudnuar, i kemi quajtur kulak. Maqedoninë e kemi prekur si një vend i cili strehon shqiptarët në atë, janë dhe shqiptarë aty. Pastaj në gjimnaz ndryshonte pak se thoshte janë lënë jashtë territoreve tona në kongresin e manastirit e bla 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 këto pisliqe që thuajnë lart e poshtë. Po që kanë fjalën që aq që ndërhyrësh historia jon, vlla, sa unë nuk e di a kemi lexuar histori të saktë apo jo. Ashtu. Sepse neve flasim për një luftë nacional shërimtare që është bërë midis shqiptarëve dhe italo-gjermanëve, kupton? Por nga ana tjetër e marrë të mira janë 470 mos gabofsha, 476 në letra ushtarë të vrarë gjerman dhe italian së bashku. Dhe nga ana tjetër neve në histori Shqipërisë kemi 28.000 dëshmorë. Tash ti lavdi gjakut atyre që kanë derdhur gjak për këtë vend, lavdi jetës tyre. Nuk e mohoj që ka njerëz patriota që kanë dalë për armën se kanë besu kauzën, se ka ardhi huaj. Po me të vrarë 28.000 veta, 470 veta, mirë e tha Myslim Murizin parlament, po këta që nga spurdhjak. Tani 400 veta me 30.000 veta, qa jeti? Je Leonida në betejën e Termopileve, ke kapër një cep aty dhe po shkatron Kserksin. Ashtu. S'ke pra, më thënë që këtu nuk ke logjik matematike, 400 me 30.000. Po sigur me gur me i gjujt ata 400 i mbyt. Ashtu. Ti ke qenë vetë në luftë, ke parë, okay, shifrat nuk janë definitiv, nuk janë determinante 100%. Normal. Po shifrat tje për parësia marrë të mira. Dhe këtu është bërë një luftë civile që nuk flitet. 42-43 lufta civile midis Partisë Ballit Kombëtar dhe komunistave. Komunistët ishin qetë terrorista. Ashtu. Balli Kombëtar kishte Sali Protopapën, Bektash Bejcakranin, kollosat të arsimuar jashtë në Francë, në Rusi, në Austri, të gjitha me ushtarak. Ashtu. Deri më sot, ma ka thënë Daltin Goxhej, Partia Socialiste është ilegale sepse është regjistruar gjithmonë në zgjedhje si Fronti Demokratik, vëlla. Pra Partia Komuniste nuk ekziston si koncept. Qa? Është fronti demokratik. Dhe këta janë një celulë terroriste jugoslave, e UDB-s, UDBasha.
Këta janë udbashat e vërtet, se flasin Maqedoninë, Kosovë, jo udbash ky udbash. Informator ka pas kudo ku ka shqiptar, sepse ne jemi popull spion, se mercenar. Spionot tjetrin se t'ja heqim një sy aty, se ashtu është më mirë. Po ne kemi politikën e Çubrilovicit. Dhe për atë histori më mirë të ndaloheshin, më beso vllajën tënd, më mirë të ndaloheshin simbolet kombëtare sepse do më zgjonte një zjarr të brendshëm për ta përfituar atë simbol kombëtar, se sa të më deformohen dhe të më përdhunohen historia e Shqipërisë dhe historia e atyre firmtarëve të pavarësisë janë fshirë të gjithë. Ashtu. Hashim Thaçi mund të jetë kriminali më i madh në botë, po nuk e heq dot drejtën që ai ishte themeltari dhe firma e parë e deklaratës pavarësisë Kosovës së 17 shkurt, 2008-s. E marrë mira. Edhe mund të jetë më i keq i botës. Unë se njoh personalisht, nuk e di as si mirë as si keq. Kam për UÇK-n edhe për generalet e UÇK-s kam rezervat e mia, i kam thënë publikisht, po s'është momenti për me godit ata general, që ata janë kalingordërën, janë para gjykatës. Çfarë të bëj? Si jemi Albin Kurti që hajde se t'i vrasim. Po problemi është që nuk e heq dot drejtën. Neve na është hequr e drejta, ne nuk dimë historinë tonë vëlla. E di sa familje të mëdha shqiptare që kanë qenë bajrake, kanë qenë familje të mëdha me peshë aristokratë të gjitha. Është fshirë memoria, sepse nuk ka kaluar nga brezi në brez dhe komunizmi dhe neve ka vrarë një brez vëlla, dhe nuk e vrau fizikisht, e vrau shpirtërisht dhe mendërisht. Ashtu. Kushtetuta e Titos e 74-s e marrë mira de facto republikisht e Kosova. Po. Edhe pse krahin autonome, po asnjë vendimi i Parlamentit Jugosllav nuk merrej me pamiratimin e Parlamentit të Kosovës. Për këtë Kushtetutën e 74-s. Ashtu. Kushtetuta 76 e Shqipërisë ishte më hum Zotin, o vlla. Ndryshum Zotin, hoqëm Allahun dhe do vendosim me dverin. Ashtu. Më kupton shpendin cili është ndryshimi? Neve jemi i shmangi me të Shqipërisë, i largohemi Shqipërisë, sepse Shqipërinë e shikojmë si pushtuese, dhe kjo është të merr vlla kur e mendon. Sepse neve nuk na ka ikur ndonjëherë pushtuesi. Juve keni luftuar vlla, keni një alegori për me ngrit, u quat. Ne nuk çohemi vlla. Ne edhe verbrisht ne kemi besuar në gjithçka shpend për këtë Shqipëri. Po. S'keni pas faj. Ne kur kemi menduar për Shqipërinë, ne kemi menduar se janë gjitha të mirat këtu në Shqipëri. Janë gjitha gjërat cilat neve na mungojnë Shqipëri ke. Ja shumë mirë që debatojmë tash këtë se si ka qenë në atë periudhë. Që ta dinë të gjitha të cilat thash verbrisht ne kemi menduar se këtu në Shqipëri lulëzon gjithçka. Jashtë asaj të cilat ato e kanë pa nga afër, ka pat njerëz të cilat kanë qenë, e kanë pa nga afër dhe pastaj kanë pat kontakte pas asaj atyre periudhave të rrëmjes të komunizmit, por në shumë të rasteve ne kanë qatë njerëzit verbrisht kanë qatë, shprehën. Tregojnë edhe më të vjetrit kur është përmend Shqipëria, kanë qatë duke mos e ditur se si është brenda Shqipëria, po kanë qatë thjesht. Tek ne ka pat rast që kanë qatë. Vetëm në kutinë e duhanit i ka shkruajt Gjirokastër, e ka mbajt me qef. Para mendo. Vetëm si ç'lidhje ka Ilirida me Gjirokastrën në thelbë, vetëm emri para mendo. Edhe pastaj kur e kanë pa ata që dikush e adhuron atë shkruajtmen në kutinë e cigares Gjirokastër, edhe kanë qenë ato të themi komandantat ose përgjegjësit e policisë në atë kohë, edhe e kanë detyruar me thirrën stacion policisë për me aprish atë emrin Gjirokastër, se ti adhuron një qytet të Shqipërisë. Po thash ki e ka adhuru verbrisht, se vetëm pse shkruan emri, se nuk e ka ditë e në ku i bie, si është, me çka merret apo si është ai qytet. A kupton në çfarë niveli ka qenë. Nga një ana e ka qenë e bukur, e mirë ka qenë. Shpend se sot e dunë, edhe pse ka qenë me rezerva, sot e dunë tek na Shqipërinë. Por shqiptarët kur vinë nga afër me pyet një shqiptar të Shqipërisë
me atë që ti pak më para shumë mirë e elaborove se si e keni ndje ju, është pak fillojnë ato rezervat. Po thjesht ne si komp nuk kanë mund këto gjërat na sulmojnë, mos ta dum një tjetrin, mos ta dum një shqiptar të Kosovës, mos ta dum një shqiptar të Maqedonisë, ose të Maqedonisë mos ta dum një shqiptar të Shqipërisë. S'ka kosovar, s'ka shqiptar të lirit, jemi shqiptar gjithë. Këto dilema duhet t'i hekim njëre për gjithmonë, dhe për fat mirë ne kemi një abetaret përbashkët, edhe pse për fat të keq si vjet në Maqedoni pak u sulmua ajo abetare nga pushteti i tanishëm, por ne për fat mirë mësojmë nga e njëjta abetare shpent. Është një abetari që është unifikuar dhe mësojmë nga një abetare përbashkët gjithë shqiptarët. Sa herë që është vinë në Strug apo në Shkup, kam dy përjetime. E para që më duket Shqipëri, më duket toka jonë. E dyta se unë e dashuroj Strugën, nuk e di pse e kam aq shumë qefa të Strugën. Duket si Miami vogël. Dhe përjetimi kjo është pak bastarde, shumë e ndyrë, po në brëndësin time dhe po të them ty dhe publikisht ta gjën njerë, ta gjykojnë si duash, tam më mirë që e patën Maqedoncit, se po ta kishim neve do ta kishim shkatruar me beton. Do ta kishim futur pallatin në liqen. Edhe do ta kishim shitur me na 6000 euro metri katror. Struga është aq e bukur, aq e strukturuar mirë, me rrugët e lezetshme, me ato hotelet që kanë një lloj parametri nga njëri tjetri me lulishte me të gjitha, dhe tham faleminderit që e morën këta në fund ditës se po e mirëmbajnë. Se po ta kishin lënë brenda Shqipërisë, aq hajdut ka Shqipëria sa kishin për t'i nxjerrë pronarët e liçenit. Ajo shife, gjitha sendet janë rrit me fanatizëm duke patinatet mes di nacionaliteteve. Po pra, po. Në Maqedoni, të them drejtën. Janë rrit shumë sende me fanatizëm duke patinatin mos ta bëj unë se është turp karshi tjetrit, dhe na kanë rrit shumë në atë aspekt shpend. Shumë na kanë rrit fal Zotit, ndërsa këtu mendoj që do ta ndash këtë mendim, diçka në shumë sende nuk e kanë dash, nuk va kanë ditë vlerën këtu në Shqipëri, duke e pat të gatshme. Po sa më shikoj, neve nuk e dim vlerën shumë gjërave vlla, po ideja është këtu që neve nuk bëjmë asnjë lloj përpjekje për të rekuperuar. Dhe unë kam me politikën e vendit tim, shikoj, populli është mas. Unë kam hequr dorën nga ky popull të ndërgjegjësohet, sepse nuk ka se si, unë nuk besoj se ndodh ndonjë gjë, ndodh kometa Halley edhe u zgjidhën hallet e botën. Ndërgjegjësimi vjen me arsim, arsimi ka vajtur grop, i qad. Nuk e kam hequr në shpresën te populli shqiptar, kupton? Populli shqiptar shikoi bidajn këto telenovelat turke, indiane, shikoi Big Brothera, përputhen, përshqyhen, përthithen. Po. Ky është mentaliteti jon valla. Unë nuk pres që të hapet truri, se s'ka se si të hapet truri, po nuk shtype një rëlënti Chelsea. Por kur flasim te elita, elita ka përgjegjësi, është detyrë larg shtetërore kur merresh me politikë. Edhe nuk po thënë tani të dalësh si nacionalist, si Mujo Ilçinaku, të marrësh armët, serbët janë armiq, maqedoncët janë armiq, grekët janë armiq. Për dy arsye kryesore. E para se s'ke byth me i luftu, s'ke ushtri, dhe e dyta ka ikur koha e nacionalizmave tani. Ka vajtur bota drejt kompromisave ose drejt organizatave botërore. Pra, futesh në NATO, futesh në OKB, futesh edhe jenë njëjtën tavolinë dhe dashur pa dashur dhe armikun do ta bësh mik apo aleat. Po problemi është që ti du ta ngresh zërin për disa drejta historike. Nuk e shbën doti që ka ndodhur një genocid në Kosovë. Po nuk e shbën doti që është tentuar dhe një genocid në Maqedoni kundrejt shqiptarëve, shfarrosja. Po edhe këtë e ka mbyllur si kërkesë ndaj politikës shqiptare, sepse unë shikoj politikën botërore që e ka mbyllur syt para një shfarrosje që po ndodh në Gaza.
Që po ndodh tani që po flasim ne të dy, atje ndodh. tani po vdesin 15 fëmijë, 20 fëmijë, tani momenti që po flasim ne. Merr. Dhe për aq kohë vlla sa bota e ka mbyllur syt për një arsye apo objektiva malign, ndërtim, rruga e mëndafshit, tjetra, unë kam hequr shpresat nga kjo. Dhe duke hequr shpresat nga populli, duke hequr shpresat edhe nga elita, jam përpjekur që i Zoti e nxjerr gomarin nga balta. Hap një gjë tënden edhe fol për Shqipërinë, po jo me patetizëm. Unë nuk vi këtu të them shikoj se neve serbët janë të këqij, jo, nuk e them serbët janë të këqij sepse unë kam miq serb që i du fort vëlla. Ti ke miq maqedonës që i do fort, unë kur them maqedonëse nuk e kam për popullsinë, unë e kam për elitën politike. Unë i neveris elitën politike e Serbisë, që nuk është as llogjë më pak se sa pasërencia e Miloševićit. Vučić është ministri i propagandës së Miloševićit. Shqipe, nuk janë krejt bardhë dhe zi, ashtu si mund t'i shohim. Tash në Maqedoni, për momentin, ashtë është e brisht politika, ashtë është e shkatrume, atë që mendon që gjithë shka po shkon poshtë, po kjo e ka një prapavi. Ajo cila ne e kuptojmë është ajo dështimet e politikës, dështimet e pushtetit tanishëm karshi Bashkimit Evropian. Gjitha po stagnon edhe ekonomia, po stagnon. E këto janë sende cilët ne tash shumë mire thë që fajn tash ndonjëherë edhe kemi kujt ja vendojmë atje, i kemi fajt shqiptarët, i kemi fajt maqedonët, për gjitha dështimet që i kemi. Po ç'pona, më thënë, do gjejmë fajtorna? Fajtore nuk do ta gjejmë Samet. E tash mos ndezmi ne për një ose të themi për ndeshjen, për një ndeshje ose për një meç boksi ose për një të themi për një garë Eurovision, për një garë, po ky është serbe, po ky është kështu. Apo pse dëgjon muzikë serbe apo greke. Vlla, muzikën leje nga nacionalizmi. Tash mos ndezmi se ka kjo shumë sende. Po. Tash nëse shikojmë ndeshjen Shqipëri-Serbi, publika ishte e zjarrt, mirë po, u dashën në fund, litarit t'ja jep dorën, u dashën në fund, litarit t'i ndihmon që kishte ngërë që njëni litari i Serbisë. Këto janë sende cilët ne duhet të luftojmë gjanat me ato që kemi ne që kultivojmë. Shqipëria i ka pat institucionet kulturore, politike, gjitha i ka pat vetëm më të formuara dhe ne duhet t'i sulmojmë shtetet ose të garojmë, mos them t'i sulmojmë se shumë vrasht kjo rreth, por ne duhet tash të garojmë me cilësi, të garojmë me shkollim, të garojmë me sende, me mençuri, të garojmë me kulturë. Pse mos shumohen edhe më shumë të kemi beberexha, pse mos kemi më shumë këngëtar, sportist, pse mos të kemi Shaban Tërstena që merr medaljen lojra olimpike, është sportisti i mundjes më i mirë në Maqedoni, që ja kanë lakmi gjithë. Pse mos të kemi një Aziz Aliu, pse mos të kemi shumë emra tjerë me cilët ne të garojmë. Leje mo tash, ne Sameti ose Shpendi undesh me një Sërb, undesh me një Italian. Suksesi o me rëndësi. Po ka diçka, se të përmendë atë ndeshjen e futbollit, atje ndodhi një fenomen shumë i lezetshëm. I lezetshëm, ai ishin ndyrë, po unë të ish i lezetshëm se unë tërhiqem pak nga ndyrësit. Më pëlqejnë kështu erotikisht ndyrësit. U hoq flamuri UÇK-s nga skuadra e shqiponjave. Tash për çfarë bëm? E bëm për me tregu që shikoj se ne jemi elitar dhe e lëm këtë pislikun të flamurin e heqim se nuk duam provokojmë serbët? Apo thjesht ne kemi kompleks inferioriteti o vlla.
Sepse në Serbi dalin 3 gishtat. Po. Të vrasim kosovarët, ubi Kosova, kupton? Po. Ata e bogan. Neve tash ç'a do me tregu? Më thënë, pyetja ime është shumë e vrazhla. Kujt po përpiqet qeveria shqiptare, nëna Shqipëri, me Edverin e parë, se ti duhet ta dish që neve po kthehemi në mbretëriave. U plotësua ëndra më në fund e jona për një mbretëri. Kemi Edi Ramën. Cilën byth po lëpin Edi Rama vllan, Perëndim apo Vučićit? Duke u munduar të bëmi ma katolik se papa ndonjëherë, neve po na ndodh ajo. Tash ne mundohemi të bëhemi t'ja kalojmë papës dhe të bëhemi ma katolik se ai. Po. Shtetet cilët vetëm janë në Bashkimin Evropian ti ke me cilat shumë me nëse e marrim me një dozë tjetër, ajo është nacionalizëm. Duke filluar nga Greqia, Po. Hungaria, Po. janë shtete cilët historinë e vet, po nuk ndëgjojnë edhe urnat nga Bashkimi Evropian, sa i përket qëndrimit tyre. Pse ne duhet i bëjmë ata gjëra? Ajo ishte na ndeshje, ajo ishte turp. Mbrenda nuk është mirë ajo nëse e gjujmë një litar aty, i mshojmë mbrenda, i gjojmë me sendet një litar, ajo nuk është në rregull. Por në publik, ti e ke ndeshjet më të mëdha janë ndeshjet përdoren tuli çfarë ofendime. E ke në Itali, Juventusi kundër Interit, Interi kundër Milanit, janë thirrje të më ndryshme. Ndoshta ndonjëherë kalojnë edhe vulgare edhe sen. Po. Po nuk duhet t'i shkojsh, askush nuk janë nxjerr fanellën e Interit ose janë nxjerr fanellën nëse thotë që Interi është fashist ose nacionalist ose shkon janë nxjerr fanellën e Juventusit ose të Milanit. Domethënë janë sende të cilët prap do të shkoj aty, mos mendojmë ne se na don Evropa, ne pse kemi hek prej publik flamurin e UÇK-s. Shikoj pak nocionin vlla. Domethënë nocioni është aq i ndyrë sa ti shkon edhe heq flamurin e UÇK-s në ndeshje me Serbinë, ma. A kupton sa të mërshme është çka kompleks inferioriteti. Është kompleks vlla. Ky është kompleks. Ora unë jam nacionalist. Du me që nacionalist vlla. Mua mbase më zhvrar baba në luftë. Po. Kush dreqin e ti që me heq mua të drejtën për me mbajt flamurin që e ka mbajt baba në gjoks kur ka marr plumbin o vlla. Shpend nëse duhet të jetë nacionalist, duhet të jem unë. Po, do ti ke marr pjesë në luftë, po. Nëse sot dikush më thot atje në Ukrainë po ndodhin këta gjëra, edhe mu më kthehet një epizod tjetër, ata të cilët granatun ushtarët e UÇK-s, shtëpiat e shqiptarëve, katunet, familjet, ke familje të tëra cilët u granatun dhe vdiqen në Maqedoni. E ke në Likov, në Kumanov, familja Zimberi shkun mbi 15 gra fëmijë. Tash, cilët granatun atje, granatun helikopterat e Ukrainës, aeroplanat e Ukrainës, tanksat e Bullgarisë. A më kupton? Edhe tash nëse më kthehet mu, po si të ta perceptojsh atë që ne mundohemi non stop e keti Ukraina edhe po i qajmë. Për besë, atërit edhe qeveria Ukrainës e ka ditë që janë ato shqiptarët që kërkojnë drejtat e tyre në Maqedoni. Që ti po ja jep atë helikopterin ose aeroplanin. Ambasadori tha si do që të shkojë lufta nëse njohim Kosovën. Ashtu. A kupton ç'a bëhet? E tash mos ti marrim gjërat se është politike përgjithshme për kraje, po ti nuk mund të thush se ne jemi komplet edhe si popull edhe ti thuj që e përkran politika edhe u kri puna, por populli është me rezerva. Unë jam me rezerva. Po jo, se nuk e beson njeri atë lloj lufte, vëlla. Atë lloj lufte nuk e beson njeri luftën e Ukrainës. Unë kam lexuar mjaftueshëm informacione dhe literaturë për të kuptuar që aty ka rezerva litiumi dhe aty po bëhet nami për të marrë rezervat e litiumit vëlla. Shumë në rregull. Pra Rusia dhe Amerika po përplasin për litiumin, nuk përplaset njëri për se do popullsi.
Ashtu. Apo do akoma më shumë territor, se Rusia s'ka ku çon territorin që ka vlla. Ashtu. Kupton shpenet? Nëse flasim për atë. Qofse flasë për një copë toke, Po. ajo është një bezdisje me menaxhu dhe një territor tjetër kur ket 8 zona kohore. Me çeçen, me dagestanez, me lloj racash të mundshme multietnicizëm aty, që mbahen në tutel. Po. Aty po bëhet litium. Thuaj vlla, evako popullsinë, merre ti amerikani i famshëm apo von der Leyen, çan Po. këto kukullat e Europës, merre e çojnë shpitalet e Ukrainasit. Ashtu. Merre më lehen shpintate. Edhe gërmo aty, filloi lufto me Rusin. UÇK-n e quajtën organizatë terroriste vlla, Po. si Hamasi. Ashtu. Duhej me ul poshtë tavoline Monika Lewinsky që të na kënaqte presidentin Bill Clinton që të merri urdhri për bombardimin, se duhej një goditje për të shmangur skandalin. Ashtu. Mund t'ia futesh pacientëve të Shqipërisë vlla, po neve që kemi 2 pare tru, sa për me logjiku, për me dal mbi masën, me nxjerr pa kokën, e kuptojmë që ajo ishte një bombardim pasioni. Po. Shive, për shumë pak duhet të mendojnë njerëzit. Po shumë pak duhet duhet. të mendojnë për ta kuptuar gjithat që po ndodh. Ndoshta edhe dinjëre kuptojmë shpend, po te na është ajo që S'dua ta mos ta besoj. them unë. Mos ta them unë. Mos ta them unë se Gjithsesi unë mendoj se zonja Lewinsky meriton një shtatore në Kosovë, Shqipëri dhe në paktën Maqedoni. edhe një shesh ta ketë. Një shesh me emrin. Monika Lewinsky. Ta ketë emri. Ma'am, we love you. Because of you, we gained our independence. Ajo që më pëlqen viteve të fundit, nga gjitha ajo, përkraja e udhëzëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe në Maqedoni ushtrisë çlirimtare kombëtare nga qeveria e Shqipërisë, ajo më pëlqen. Do me thonë se vazhdimisht këto dy gjëra sulmohen. Nga Maqedonët, Po. por edhe nga Po. vetë serbët. Kjo është një e mirë, se sikur mos të ishte kjo përkraje, ndoshta pak gjëra do shkojshin më ngadalë dhe më me intensitet dobët, por disi dhe mirë që një guxim, si që kanë marrë një guxim tash në pushteti në Maqedoni. Kur e kuptuan se shumë me rezerva çdo qeveri e ka pat Kosovën. Tash, momenti që Albin Kurti ju tha partive shqiptare që janë pushtet, ta ndëgjojnë kryeministrin çka ju thot, e pa kryeministri që Kosova nuk e ka krijet nga shqiptarët e Maqedonisë. Edhe ato tash disi kanë dhezë ato filizat Filizat e vet, po. edhe po sulmohemi dhe po degradohemi vazhdimisht në Maqedoni. Për fat keq, përveç politika, shumë jemi të lidhur, është e lidhur edhe historia, edhe kultura, se ne në Maqedoni po ndërtojmë tash, për momentin ndërtojmë edhe paralelisht, e kthejmë edhe historinë, e kthejmë edhe kulturën. Formohet ansambli shtetëror, i cili është ende në ngritje, formohet orkestra shtetërore e shqiptarëve. Bravo. Po ndërtohen teatre, po ndërtohen qendra ku do të organizohen evenimente shqiptare flas. Dhe këto disi kanë rrugës, kanë pengesa rrugës, a kupton? Merrem me mend shpend, është shumë e rëndësishme dhe dojnë ta disi ta gjejnë edhe pengesën se ku do të vjet vendodhja e një teatri shqiptar. A do jetë në pjesën ku ka shumë maqedona, apo do të jetë në pjesën ku janë Po ku mendon se shqiptarë? duhet të ishte më mirë? Shqipe, Shkupi ka qenë kryeqyteti i Dardanisë. Po. Në Shkup nuk duhet të ngurohemi ku do të jetë. Dhe për fat të keq ne po grumbullohemi në pjesën ku janë me shumicë shqiptare.
politika duhet të jetë ne atje ku duhet ta bëjmë, atje duhet ta bëjmë, se Shkupi është i shqiptarëve. Dhe nuk duhet ne të ikim atje. Ka qenë gjimnazi i Zeflush Marku në Shkup me një lagje 90% maqedone, por gjimnazi ishte shqiptare. E dislokojmë për aty, ndërtohet ndërtesa komplet e re në komunën ku është 90% shqiptare, që nuk është e mirë ajo. Turqit e ka një politikë të nash shumë interesante. Po ndërtohet teatr shpend me një komunë ku është 100% maqedone. Po ndërtohet teatri i turqve. Ajo është po s'ja mban nema forca kundër portës lart. Ajo bëhet nga mendje lehtë se ne duhet lokalizohemi apo duhet të ikim të grumbullohemi ku është. Shikoj, ne mund të thonë një gjë nga turqit vëlla. Një shtet i fuqishëm t'imponohet, të vjen edhe aty ku jesh me 100% dhe do hap timën. Shteti i fuqishëm, sepse Turqia në momentin që ti bën incident aty, të vjen ta pushton atë Maqedoninë. Ose në mos nuk ta pushton vëlla, ta destabilizon politikisht në mënyrë të frikshme. Se ka agjenturë më të fortë në Ballkan. E din se hapi parë është ba shpend. Ne kemi me mija student turq në Maqedoni, sidomos në Shkup. Në universitetet e Shkupit ke me mija student turq. Flasin shqip apo flasin maqedonisht? Anglisht. Anglisht dhe studiojnë në Shkup. Studiojnë shpend në universitetet më të mira në Shkup. Studiojnë në universitetin e Shtipit. E ke më shumë, në atë universitet ke më shumë turk se sa maqedon. Kështu që disi po na pushtojnë dhe janë shumë interesante, se janë turq që vinë nga Anadoli aty. Anadoli janë nga pjesa lindore. Nga pjesa lindore. Dhe ke shumë student që po studiojnë. Do me thonë disi nga e kemi fillu vetëm se e provun me ekonomi, e pan që e kaja edhe një ngritje deri diku dhe u ndalë. Për shkak se me ekonomi të sulmojnë edhe vende tjera. Po. E ke Kinën, e ke... E theti Kina për gjitha. Po. Kina për gjitha. Edhe pan që ashtu nuk mundet, Rusia u stopu, nuk ke investime më, nuk ke mallra nga Rusia, dhe filloi Turqia, po edhe ata e pan që është një ndalesë dhe e përdorën atë pjesë, mënyrën e ditë, dhe ke shumë student në Shkup. Po erdhen në Shkup, çdo i treti që kalimtar është turk. Ne me një takim tonin e ke thënë shumë mirë, shpend e mban mend, po do të kisha pa qef përsëri ta përmendim këtu, se si mundet shqiptarët të bashkohen, të fillojnë ato martesat, shkëmbimi i trive shqiptar. Do të martohet një djalë shqiptar me një vajzë shqiptare në Maqedoni, Anasjeltas, me të Malizzi, me të Kosovës, me të Çamërisë. Të fillohet të përzihen barqet, se vetëm ashtu e ndjen ti duke lidhur, po prap njësinë se 45 vjet, 50 vjet izolim e ka bot vetëm vëlla. Po dole 40 vjet në burg, nuk më thua ti do të mua që je mendërisht stabil. Nuk ka shanse, edhe sigur ti je njeriu me psikologji më të fortë në botë. Po. Goditën e ke marrë, traumën e ke. Ne kemi 50 vjet shkputje nga njëri tjetri. Jemi ftohur, larg syrit, larg zemrës, kur i veta. Pse mos bëjmë neve exchange me student, të vinë në Universitetin e Tiranës, Universitetin e Shkupit, Universitetin e Prishtinës, Universitetin e Podgoricës, ku di unë, ku ka shqiptarë. Pse mos të bëhen këto lidhjet me studentet me gjitha, se studentet ta sjellin, rinia ta sjell evolucionin, se bëjmë neve. Po iki unë nga rinia, që jam 32 vjeç, që po largohem nga qenurit i ri, kush do ta bëj? 40 vjeçari, 50 vjeçari, 60 vjeçari. Po se bën dot më vëlla, sepse ka gjona në jetë për me bëj, ka kriju një stabilitet, ka kriju një familje, ka kriju një vizion për jetën, një biznesa, një puna, diçka. Pra rinia e bën këtë. Ngelëm të huaj për njëri tjetrin. Po.
Dhe këto janë politika demografike që duhen bërë. Ashtu. Pra, nuk lidhesh dot nga YouTube-i, nga Facebook-u me një femër nga Maqedonia, valla. Se s'ka, se as nuk njeh, as nuk e njeh, duhet shkosh, duhet vishe gjithë, apo kur je brenda një shkolle, apo kur ke një punë, apo diçka, fillojnë lindjen edhe ndjenjat. Ashtu. E përzien, ai njëjti gjak është, po përzien barqet. Pra del fëmia me nonën nga Shkupi, me babën nga Tirana, i ndjen të dyja, ai fëmia i ndjen të dyja, se gjakun e nënës e kanë Shkup, i rref zemra edhe për Shkupin, po i rref zemra edhe për babën, se është Tirana, a kupton, është djali të dyjave. Ashtu. A kupton që psikoze krijohet për atë fëmijën? Sigurisht. Për shembull, për një njerëz që ka origjinë nga Kosova, siç e kam unë, jam rritur me dashurinë për Kosovën. Po shokët e mi që janë çam, flasin për çamërim, për filatin, për igumenicën, për gjitha, sepse me atë janë rritur. Gjyshe atje, baba atje. Po. Neve na zhvrar memoria kolektive. Nuk e ndjen, ku po shkon Maqedoni? O, erdhi Sameti, erdhi i Maqedonse. Domethënë, nuk ta thon me të keq vlla. Po e mendon që dalet se ky është nga Maqedonia, Maqedonc, i bie shkurt. Po ne të dy e dim shumë mirë se çfarë ofendimi është për një shqiptar të thosh Maqedonas në Shkup për shembull. Kam pas një shembull shumë të keq. Po. Shpend. Shkoj për në Vlorë edhe po sa futëm me një pompë të benzinës dhe ne kemi fjalën tonë të bukur shqipe, tankstele. Dhe hap derën e makinës dhe në momentin që ai punëtori që punoi gati nuk më përshëndet në gjuhën shqipe, vetëm pse i ka pa targat që janë të Shkupit dhe më thot mu do vërden. Jo të më thot mirë dita. Them drejtën, thash, fal. Sa Maqedon të kanë kalu 10 vitet e fundit këtu që po më përshëndetesh maqedonisht? Tha, po kanë kalu, tha, si vjet një dia 3. Thash, më fal, thash, po, shqiptar sa kalun këtu? Po, çdo ditë kemi shqiptar. Po, pse s'më tha mirë dita, më fal? Po, i pash targat. Po, çfarë paregjikimi është kjo targat? Thash, fala, mo këtu nuk marr unë benzinë. Nuk jam unë një nacionalist, por kjo është thjesht një ofendim për mua. Jam fut në kerë, shpend kam shku të tjetri. Falë zotit, tjetri më tha mirë dita. Se do kisha ngel në kom. Do kisha ngel në kom. Ose do ta pranoja atë realitet edhe, por thjesht, kjo është, këto janë sende të cilët ne duhet t'i largojmë. Se kudo në botë, e di që kjo u thu, kur ku në botë nuk mëndohet në bas targave të përshëndete. Ajo sendi shumë i ullët. Po të ecën me makina me qera, vlla. Domethënë ai tjetër merr makinën me qera, unë në Itali ku shkoj, marr makinën me qera direkt në aeroport, bredh me targa italiane. Në Gjermani me targa gjermane, në Angli do marrësh me targa angleze. Tash unë mund veten në Maqedoni, vite ty, thëm bac nuk ti marr dot makina se nuk jam punë tim punë, në gjej vllajti makinë me qera, ti nuk do ma gjesh me targa Tirana. Targa Shkupi. Çfarë do thotë kjo? Kur të vion në Tiranë, do të thonë mua do brodre, çai si ishte? Do barden. Do barden. Ta mësojmë një fjalë në slavisht, do barden, do provjeçe. Edhe këto paragjikime do t'i hekim, dhe ajo do të bën mirë. Tash nuk është si ishte, domethënë kemi tash kanë filluar edhe bizneset, kanë filluar edhe miqësit me Shqipëri dhe disi po afrohemi, por na duhet ende. Duhet shumë. Shikoj, kjo bëhet në rrafsh personal do bëhet gjithmonë atë. Ja, ne të dy, se na ka bashku politika, na ka bashku miqësia, njohet e përbashkëta gjitha me radhë. Ne po e kultivojmë vetë miqësinë tonë. Që na ka ardhur as ty Mickovski, as mua Rama, shikoj se jeni juve të dy tani edhe duhet të jeni të bëni miq se jemi dy vende mike. Problemi është që do bësh në kuadër shtetëror, vlla. A do bëhet një politikë kombëtare për me afru? A do bëhet në herë Tirana kryeqendra e shqiptarisë? Se Tiranën e kanë bërë, pra shqiptarët që janë jashtë e kanë bërë sepse duhet një gozhd me uvar nëna Shqipëria, kupton? Po a ka qenë Tirana ndonjëherë nënë e vërtet apo njerëk? Sepse unë mendoj se Tirana të gjithëve neve se kur
Kur ju trajton juve si tuaj, na ka trajtu dhe neva. Se ne një jemi. Ashtu. Na ka trajtu si njerëka. S'ke drejtë juridike, nuk ke drejtë flasësh për simbole kombëtare. Që është nacionalist, shovinist e gjitha nëse ti flet që s'ka kon kosovar. Nëse ti thua që shikoj se po ja fusi Pordoskot në Ukrainë, vlla, se ne nuk kemi pse ti shpikim, ti shpallim luftë Rusisë, se kemi luftë me Rusinë. Po. A nuk më argumenton dot mos ish më argumentojnë për komente, shikoj se ti historia e Rusisë, Rusia është në Stefani. Le historinë e carit. Nuk ma tregon dot një ignorant debil që shkruan në Instagram mo historinë e Rusisë, se di as ku i bie Rusia, me kë kufizohet. Problemi është tani, se po nisemi iden që na e ka fut Rusia neve, ne na ka fut e Gjermania. Po ne na ka fut edhe Anglia, na ka marrë 54 milion pound ar për incidentin e Korfuzit. Kush e prish incidentin? Kush i prish ato legatat angleze? Mujo Ulçinaku apo këta barbonat partizanët? Me çfarë do ta bësh ti me pistoll do rrëzosh në ndecën? Ajo di që është sabotazh jugoslav. Di të bën mu. Anglia ta mori në bashkëpunim. Ta futi në luftën e dytë botërore së përmendi fare. Sot i quan aleat. Pra ç'a ndryshime ka Rusia? Rusia është variabël që lufton për interesat e veta dhe po ju prish interesit ta fut edhe ty. Po. The same fucking shit është edhe Anglia. Ku ndryshojnë këto dyja për neve, vlla? Me këtë mik, me këtë armik se don ky, miku jon. Ku i dalim dhe do të ballë Rusisë, po ti shpallim luftën e Rusisë, siç e kemi dal vend armik. Sa është Shën Peterburgu, është gjithë Shqipëria. Po. Ata kanë dhënë prova betejën e Stalingradit, ushtrinë më të fuqishme të tëra kohërave të botës, ushtrinë naziste, ja ulën pantallonat, duke u vrar 2 milion veta kështu qitje të lirë se s'kishin armë. E tregun ata se çfarë do të thotë Mother Russia. Ti ku e ke Mother Albania, ti pellazgu shqiptar që na bën kështu si gjë zgjuar. Ku je ty duke të vrarë shqiptarët, nuk folën një herë, ndodhi incidenti Kumanov, nuk folën një herë. Shteti nuk hapi gojë, nuk nënshkruajnë dot rezolutën për genocidin e Serbisë në parlament. Vjen Greku merr Vareza, vjen Gjermani merr Vareza, vjen Serbi merr Vareza, po këta tanë do vëlla, ç'a kanë i Vareza s'kan. Këtu ngecim sa herë. Shpendi. Çdo herë ne kemi ngecën këto gjëra. Ne nuk kemi të vetëdijshëm se ata e shikojnë edhe një instrument muzikor të paktën, e marr kështu ma thjesht, një instrument muzikor ta merr se është i veti autokton. Mos flasim për siç e the për simbole tjera ose për Vareza ose për monumente sende. Ata janë shohin shumë më larg. Ti ke shumë lahutën e Malësisë, ta kanë marrë, ta kanë bën se kanë autoktone. Po. A din fort mirë se këtu lahuta e Malësisë është autoktone e shqiptarëve. Jo vetëm autoktone e shqiptarëve, po nga njeriu më kollos që ka nxjerrë të Troje, që është atë Gjergj Fishta, i qofshin fala, kupton? Ashtu. Ajo politika që e ka moçme, po ne nuk do të jemi si qelë në këtë drejtim, po ne mendojmë, lahuta, kjo, po ato të mendohen se bota lufton edhe për një pedigre të macës. Po, për patentim. Po, thjesht lufton për atë që ta ketë vete, nuk ta jep. Ti ka luftu, ti paramendon në Maqedoni kanë luftu Maqedon për qenin i lirë, qenin e Sharit që ta kenë vetën. Kangalin. Po, qeni i Sharit, Kangali është Kangal Molos, si quhen. Ata janë të Turqisë. Janë të Epirit, janë të Epirit. Nëse këto flas për sente të cilat ato kanë luftu gjithmonë ti kenë vetën. Po ne duke i lënë gjërat ashtu mas vete, edhe bota kthehet ka ato të cilët thot ti nuk e ke me det nëse se voton tash shembull gjenocid që nuk e voton parlamentin shqiptar. Po bota thot s'pas ka qenë gjatë atërit, mbasi
Shqipëria nuk e vlerëson që ajo ka qenë gjenocid, s'pas ka qenë. Nuk bëhet trisni edhe nga shumë edhe nga Kosova. Edhe ato disi edhe ato disi e kanë modernizu. Vlla, ça do bëj Albin Kurdi e ça do bëj Kosova për genocidin? Ata e përdorin vetëm politikisht, vlla. Janë disa pastar të ndyrë që e përdorin politikisht, sepse dieta apo pensioni një ushtari të ÇK-s është mizerabël, o zotëri, 130 euro. Mize. Një njeri që ka dhënë jetën kalon gjymtyrët për kombin, për trojet e për dhunimet e për gjitha se kanë pasur ata djemë dhe vajza kanë parë të merr me syre, shikosh nënën tënde ti çajt barku. Po nuk e merr jetën më në botë, më me musmur, mamaja mikën truri më prishet dita, tjetë grip. Jo më ta shikosh që ta vrasi tjetrit e presi fytyrën, ti je i mbushur me urrëtie o vlla, kthesh njëri tjetër. Edhe marrin 170, 130, 140. Nuk miqet nga mendja sa të kem jetën. Ajo video që ka vajtur ish luftarit e varri shokut i UÇK-s. Që i thot vlla më mirë të kisha vdek dhe unë me ty për mos me pasi si ka përfundu Kosova. E kanë çon kjo shpend ne që nuk dim ta vlerësojmë veten tonë, nuk dim ta vlerësojmë mundin tonë. Kjo na çon vlla që ne jemi disa agent të blerë nga agenturat e huaja, jugoslave, UDB-ja. A mo disi e teprojnë. Unë po them që edhe ato që kërkojnë që i blejnë këto persona edhe që i blejnë nuk kërkojnë kaq shumë se sa bëjmë ne vetë. Shiko, vlla, nuk e Se di. nuk është në zor bota për Nuk e di sa i ndjekti lajmet në Shqipëri, po ti shikosh mediumet në Shqipëri vlla. Ti ke gjithë këta të Kosovës në pjesë ndërmuese. Janë me raporte të UDB-s burr. Necmettin Spahiu takim me ministrin e jashtëm të Serbisë ti dhe foto. Na del me kombin kosovare, kupton. Na dalin edhe ca pacient tjerë thonë, shikosh pense sipas teorisë së formimit të kombeve, që një shtet duhet të jetë funksional, duhet të ketë një komb brenda. Okej, neve kemi një komb, një ndër 6 kombet që ka Kosova janë edhe shqiptarët, që kanë një përqindje relativisht të ulët, 93.6%. Dhe quhet popullsi heterogjene. Tashi veç me qenë budalla më i madh i botës me kuptuar që 93.6% nuk është heterogjene, është homogjene. 93.6%, ai është komb shqiptar. Po. Dhe ajo UÇK-ja ka përdorur simbolet e Shqipërisë. Flamurin ton, që është edhe i tyri. Okej, flamuri shtetror të bës i Bosnjë Hercegovinës si është i bullshit për vete, po hajtë se po e respektojmë. Se na krijuan tjerët, nuk e krijuan vet. Po dalesh tani edhe me kombi kosovar një gjë thjesht. Se unë edhe avokat Goxhe kemi atë që quhet mallkimi i Kasandrës valla. Fjalët tona dalin, po dalin çik me vonesë. Kombi kosovar prish sui generitetin e Kosovës. Lavrovi ka përdorur rastin e Kosovës për aneksimin e Krimes, e cila thot një popullsi homogjene, prandaj i them njerëzve që është njohur de facto nga Rusia, po debilët nuk e kuptojnë, sa aq inteligjencë kanë, kupton? Duhet me thonë Lavrovi shoh ne dun Kosovën, s'ka për ta thënë kurr, vetëm për Rusinë do flasë. Po. Nuk është nivel shqiptar Lavrovi, është nivel botror, flet vetëm për vendin e vet. Është më i madh i të mëdhenjve sot për sot. Njohur si më i miri i gjeopolitikës botërore. Po. Një popullsi homogjene si Kosova mori pavarësinë nga Serbia me të njëjtat kushte, një popullsi homogjene ruse në Krime kërkon shkputjen nga Ukraina. Ç'do të thotë kjo valla? Kjo është njohje de facto pra. Njohje nuk ka më njohje de facto se kjo me të marr si shembullun ty. A ka njohje valla më de facto se kaq? Vetëm se s'është me dokumenta. Vetëm se s'është me dokumenta. Që po ti premtosh diçka Rusis, ta njeh edhe me dokumenta valla, se nuk i intereson për Serbinë, as si lloj gjoje. Serbinë e ka klysha ajo, nuk e ka satelit. Edhe nuk ja fal Serbisë flirtimi me Kinën, me Bashkimin Evropian, me lojë me 3 porta. Tani kush është si të them unë ty, qëllimi jon kombëtar valla. Qëllimi jon kombëtar është përfaqësimi gjithë shqiptarëve në mënyrë më dinjitoze në gjithë botën. Lufta jonë është njohja e Kosovës.
dhe drejtat e shqiptarëve të Maqedoni. Edhe atyre të Shqipërisë, që vete Ramsesi Joni Par edhe bën këto fjalimet madhështore, patetike. Po edhe i Malitzi. Ço po bëjmë ne për këto? Është politika jonë e jashtme, ajo është. Ti nuk ke politikë të jashtme me u marr në Këshillin e Sigurimit me Shtetet e Bashkuara dhe me Rusinë që janë fuqi bërthamore, o zotëri, se ti nuk prodhon gozhd. Ti nuk prodhon gozhd, as shkrepse. Edhe shkrepset i kemi zebra. Ke parasysh zebra vin nga Polonia, nga Serbia, nga vin Slovenia. Shife modele viteve të fundit kemi shumë shpend. Flasim nga politika, nga këto që folëm deri tash se munduan gjitha t'i bëjnë vetat e është shumë e drejtë për shkak se ti si vlerëson gjërat e tuaja dhe. Por kemi një shembull ku tash në Maqedoni, ku Bullgaria mundohet për disa, mund të them 200-300 bulgar ose 500 ose 1000 e tjenë. Por nga ana tjetër ti ke 30% shqiptar në Maqedoni. Dhe a duhet të rish dur të kriq, mos ta mbrojsh atë popullat atje. Jo, duhet. Nesër hec ndoshta me hapat për shpejtum. Pse nesër mos ti thush Maqedonisë, ti e ke këtë veto, pse shqiptarët e Maqedonisë nuk e zbaton të paktën deri në fund marrëveshjen e Ohrit. Po zhvaritet kjo ja 24-5 vjet. Nesër Shqipëria futet para Maqedonisë në Evropë. Nuk më hamenja. Të themi, për shkak se mbas të asaj që Maqedonia për momentit stagnon, të themi se jem. Po nesër ti je në Evropë, pse mos ta bllokojsh Maqedoni? Pikrisht për shqiptarët, bësh një send për shqiptarët e Maqedonisë. Atë të thash e ke shembull tash për Bullgaria që e ban. Vetëm për me rujt emrin e një krahine, Greqia 20 vjet se pranoi emrin e Maqedonisë. Duke u mundu dhe e menduar, mos po e lëkund historinë e vet, nuk ta pranon emrin Maqedoni 20 vjet. Pse? E jemi ashtu. Ki emër ekziston në Greqi. Staja. Edhe del me fakte, del me njerëz cilët i ka angazhu për dëshmu, njerëz cilët ka angazhu për të gjetë fakte, të sigurta, të forta, dhe thot kjo është e jemi, ti mund të ndrojsh Maqedoninë, ja vendon atij e veriut që faktikisht ti zhveshën nga gjitha ajo që mendon se jeti, dhe edhe për pasojat mos të ketë, sa ato Maqedon mendojnë se Maqedon nga pjesa e Greqisë që kanë qenë atje të torturuar send, e pastron vetveten e vet nga historia e keqe, e kërkon të veten, atë mund ta bëjmë edhe ne. Ti ke punë gjëra cilat në Maqedoni janë pa pastruar edhe me Shqipërinë, nëse e marrim historinë e sende, edhe vendeve, edhe nënçmimeve, edhe historisë, edhe gjitha. Ne e dim ku kanë qenë kufijt e Shqipërisë. Po. Nuk mund të jesh ti i pastër nëse dikush ta ka marrë atë pjesë Shqipërisë edhe ti të dalësh thosh që ne me Maqedoninë s'kemi asgjë. Ne kemi gjitha të rregulluar me Maqedoninë. S'mund thush. Ja pasojat sot i ke në Maqedoni. Shkoj, ka diçka vlla. Neve nuk e kemi atë inteligjencën e duhur, as burrninë e duhur për të kërkuar të drejtat tona. Sepse neve aq shumë jemi varur nga ndërkombëtarët, sa jemi bë papecat e tyre. Dhe ti në qoftë se bëhesh në ndërkombëtarët, bëhesh papet i ndërkombëtarëve, ti nuk ke asnjë lloj shansi të dalësh kundër sepse i punësuar i tyre.
Pra që të vish në Shqipëri në pushtet, minimalisht duhet të kesh mbështetje ndërkombëtare. Jo mbështetjen e popullit. Po. Që këtu mbaron ekuacioni. Po t'i referohemi Burkina Fasos, që të gjithë po quajnë terrorist. Ibrahima Traore është Nelson Mandela i dytë vëlla. Po thjesht Nelson Mandela me një AK-47 andorë që edhe po nuk ike me të mira, dim të heqem dhe me të keq. Dhe që po bëm për Burkina Faso ne? Bashkë me Ruandën, kanë gjetur 14 trilion dollar rezerva ari që do t'i përdorin vetëm për vendin e tyre, që i merrte Franca. Një shtet demokratik, duke shpërhapur demokracinë nëpër botë, duke hedhur bomba dhe duke i vjedhur arin tjerëve. Për këtë, më thënë, këtë duan shqiptarët, Francën, një hajdute kleptomane historike, duke shfrytzu popull, këta demokratët e mëdhenj. E një njeri që mbron në vendin e vet, e quajnë terrorist. Gaddafin e hoqën si e hoqën, po nuk e shmangën dot Gaddafin e dytë. Vetëm e shtyn, pra verën arabe e shtyu me 13 vjet formimin e Konfederatës të Shteteve Afrikane. Dhe sot e kësaj dite që flasim neve, dy fuqit që kanë më shumë akses në Afrikë janë Rusia, Turqia, treja janë Rusia, Turqia dhe Kina. Njëra duke ndërtuar medrese, shkolla e gjitha me radhë, tjetra duke hapur puset e naftës edhe të mineraleve, pa u ndërhyrë atyre, po thjesht paguhen për punën që bëjnë inxhinierët rusë, dhe Kina duke ndërtuar infrastrukturën. Pa bler asete, thjesht ofron shërbime dhe paguen. Qa bëre një vrim nuj? I dolin bumerang. Sot për e rref burri Macronin. Se i është, burri vetë është presidenti, nuk është ai, është kukull. Do të kjetë respekt për një presidenti të cilin e rref gruaja, që vendos një gej si kryeministër, apo kjetë respekt për një europian që vjen këtu, unë e lash martesën time dështuar me një grua dhe jam i lumtur me një burr. Dhe çfarë është kjo? Kjo është shkatro mashkullin, vëlla. Kjo është shkatro testosteronin. Kjo është mos ketë luftë raneze, neve dalim gjithë me fustan. Të përdhunohemi gjithë. Kjo është agenda e perëndimit sot që po flasim neve. The fall of the West është epoka e ardhshme. The fall of the West, rënja e perëndimit, sepse po denigron. Dhe nuk mund të vishit do të këtu të flasësh, të luaj kombëtarja dhe të vendoset komuniteti LGBT në vendin e tifozave kuqezi, apo të plisave, apo të djemve tetovës. Ballisave. Ashtu. Do të thënë përjashtohen tifozët edhe futet LGBT-ja. Ky është shteti fuqishëm. Shkatrosh burrin. Promovosh prostitucionin, promovosh kurvllikun, promovosh pornografin. Kjo është ajo shëndeti mendor që do me e dhonti. Prindi 1, prindi 2. Mos ketë respekt fëmia. Fëmijët sot po rriten pa gjyshër, ti nuk e ke den sa i lumtur, jam unë që jam rritur me gjyshër, valla, në shtëpi. Qa dashuria merr nga gjyshët. Ato kanë qenë pjesa të jetës, vetëm pa. Nonat e babat bërtasin. Gjyshët e gjysha nuk bërtasin kurr. Sot nuk njeh gjyshin ai. Nuk njeh gjyshën. Babën, nonën i flet keq. Ambo prindërit tash nuk i ka marr le fëmijës për të thënë diçka. Çe le do me i marr fëmijët? Ça u bën ti kaq europian ti marrësh le fëmijës? Fëmia jo duhet ta di që deri 18 vjeç mban ti përgjegjësi. Dhe kur mban ti përgjegjësi me atë, ke dhe drejta mbi atë. Ashtu. Është thjesht, është faktike. Po thon traumatizo fëmijën tën, rrif e boj, jam kundër dhunës. Po s'mund të më dali mua fëmia 6 vjeç, 7 vjeç më japi mend se ç'a duhet bëj unë. Nuk e pranoj në botë vëlla, le të më thon pra panik, idiot, i prapambetur, ç'a duash. Nuk e pranoj dot për njëri që u mbaj përgjegjësi. Të rrisun deri 18 vjeç, larg shtëpis, çaj vet. Një shtrat, një buk, një 3 vakte i ke nga unë sa të kem fuqi, qofse s'ja del njeta, kupton? E ke një krevat tek unë, te nona te baba. Po që të mbaj me pekule, jo vëlla. Se mua s'deshi jeta me mbajt baba me pekule. Sa ashtu erdhi jeta. Jemi bërë këta që jemi nga goditit që kemi marrë, o Samet, nuk e se jemi bërë këta që jemi nga dashuria madhe.
Ë, Tash ne kemi arrit në atë nivel shpet nëse del një një shoqëri kulturartistike me veshje kombëtare në shesh, edhe të performon 2-3 valle, s'besoj që do t'i afro një 10 persona ta shikojnë. Po. Nëse e lun vallën më të mirën, edhe ta lun vallën në ta performon vallën e Tropojës, Po. themi. Po. Ndoshta dhe ketë një publik 10 vetë, Po. 10 persona, 15. Po nëse në shesh e ke një dhe bën budallakijat më të mëdha, promovon kulturat e degenerume, kulturat e më të prishta, më të vrashta në botë, aty do ta kesh namin e njerëzve. Po. Dhe kjo na tregon neve se nuk jemi në rrugë të duhur. Nëse me një medium një familje shikon një program, një emision të fëmijëve, ku është emision edukativ. Dhe në programin tjetër ke një telenovel turke ose indiane ose spanjolle. Gjitha dhe ta shohin atë telenovelen dhe nuk mendon as pak nga ajo që duhet ta Po tani ma shpjego me pak fjalë me çfarë është kjo? Shikojmë. Çfarë është kjo? Masturbim mendor, ça? Prandaj them se ne kemi atë rrugën e gabume. Prandaj them se kemi rrugën e gabume. Ti nuk ke shikueshmërinë nëse tash e fillon një emision edukativ. Nuk ke, nëse ti nuk je ai cilët e merresh me thashethëme, me budallakijat e tjetrit dhe vetëm të kesh shikueshmëri dhe ato po bëjmë bum. As një gjenerat nuk ka dobi për asaj. As gjenerat e vjetër, as e mesme, as e reja, as adoleshenca. Ato janë degenerim, gjitha. Por, prandaj e marrë unë këtë shembull, se kum patë rast, shpent, unë ku punoj me një medium, ku punoj është televizioni shtetëror. Po. Programin gjuhën shqipe. Edhe të gjithë ma parashtrojnë atë pyetje. Pse programi juaj nuk ka diçka që ne pak ta shikojmë më tepër? Po si ka mundsi? Edhe unë i tham shive, derisa ne jemi televizion shtetëror, ne duhet kemi emision për fëmijë. Ne duhet kemi emision shëndetësisë, ne duhet kemi emision arsimit, ne duhet kemi emision kulturor, dhe është e caktuar se të premten ke emision shëndetësor. Të shtunën shembull ke emision kulturore, ku di çfarë. Nuk mund në televizion shtetëror të shkojë një telenovel indiane, spanjolle, turke. Ato spanjollët jam mirë se martohet, njëna martohet me gjithë racën e meshkujve. Nga gjyshit e stërnipi. Prandaj them, edhe ti na telenovele ke që me të njëjtën grua martohet baba, djali, ja merr djali shoku ja merr gruan aty tjetër. Po luli votër ta, luli votër vdish. Ata e mora unë ta djali vat, djali votër, po luli vdish ta ça. Edhe këtu prandaj ne e kemi, unë shpeshherë thom, ne kemi fillu jetën ta marrim sikur leximi arab, se leximi arab lexohet nga djata në të majt. Dhe këtu ne kemi fillu të lexojmë nga po si ka mundsi sa e kanë orën e shitjes mendjes këta shqiptarët e Maqedonisë. Se këtu në Shqipëri gjithë japin mend. Edhe mua më vjen kjo gjëja kështu. O profe. Po nuk kecën e zgjuara këtu ma. Vetëm po ecën vëlla, më po mecën, po rritet faqa. Po jo që ta bësh bum duhet marrësh në një gjë të shmendur në një gjë. Edhe i bëj pyetje një njeriu, një miku. E kishe mendjen e mirë ai se e shiste me 7500 lek ora menja, kisha për agjenci. Edhe po mirë vëlla, me tar vllai, me thon, un jam përfaqësuesi, moderatori, drejtuesi i
tru podcastit. Kur e shikon tru ti, thua, gjë me tru. Po. Me marr një debil para, do më ngrije biznesi apo do mule, se nuk ka lidhje audiovizive me logon. Po. Unë se kam bërë këtu hot podcast, që të marrë çdo prostitut mundshme, çdo eskort mundshme, të flirtojë këtu dhe ta bëj namin, a kupton? Ti nxjerr një dildo aty dhe të them si përdoret kjo, na e tregon. Unë po marr e kam tru vlla, domethënë po marr njerëz që flasin për kombin, flasin për shëndetësinë, flasin për politikën botërore të gjitha. Po jap që mua po mecën vlla, se ka treg për të gjitha. Që vesh pendi, jo që jam këtu po të lëvdroj. Po thjesht trojeve tona ju ka dash një kështu. Si koncepti jot. Po. Ju ka dash, ka mungu. Dal nga dal, ngritja dhe jetë ndal nga dal. Për shkak se shive. Më mirë se edhe rënja është dal nga dalës. Edhe, e mirë. Se e kemi bisedu shpesh, ajo ngritja shpejt edhe ka rëmjen shpejt. Po. Kjo ju ka dasht këtive trojeve tona. Falë Zotin, rjetëve sociale kanë qasë gjithë ta ndjekin këtë podcast tonë. Po, disi dhez kudo tash, nëse këtu do ta kesh në vendin tem ose në vendin tanë një tiktoker, ose që bën budallallëqe më të mdoja, ose një në rrugë që bën budallallëqe shumë të mdoja, ose merr një jashtë asaj, ne nuk ofendojmë askënd, por ti ta marrësh dhe ta ngresh lart një njeri që merret me, themi, e shoh në mediumet e Kosovës, po edhe këtu edhe kudo. Boll pacient ka dhe atje. Shive, shpend, unë jam i përkas asaj gjeneratës ku para 6-17 viteve, kolegë tonë matë vjetër nga ka mësu se cila është etika dhe kush e ka vendin për me qenë para mediumit. Ftyrë dhe si duhet ta zgjedh unë për me marrë në emision. Jo ta marrë unë çdo kush ta ketë vendin në medium. Tash ti e ke një berber që qedh flokët, janë ndershëm shumë, janë të mirë shumë, larg asaj, po ti nuk mund ta marrësh atë dhe ta marrësh edhe një berber tjetër dhe ata debatojnë aty mes vete dhe për të shajt mes vete dhe ti me bë në thojza një çfarë show, se edhe show i ka kriteret e veta, ku bën gjithë bota, show, po bëjnë show me njerëz të cilët me aktor bëjnë show. Janë njerëz të diplomuar që bëjnë show. Nuk mund bësh ti me berber edhe atë thot unë gërshërët i bëj më shpejt, ai tjetri unë i pres flokët për këtë edhe fillon ti s'ke shkollë, ti e pa shkollë, ti s'ke fakultet, ti domethënë këto për momentin dhezin, që është tragjedi dhe është shumë poshtërsi. Shikoj, ajo mund të ndezi oti, po është edhe armiku i brëndshëm, që do të thot ka shumë budallinj, po thjeshtojnë njëri tjetrin. Emisione me cilësi nuk ka vlla. Jo. A kupton? Ne kemi kapër te kjo pakica, është logjik biznesi. Ndoshta po të ishin gjithë zgjuar, do isha bë vllai me të gjithë budallënjtë, do të kisha, domethënë do isha bë doktori budallënjve. Më kupton shpendin? Ekziston ka mungesa ku është shumë mirë the ti. A keni emision që ulesh me familjen në dhomë dhe ta përcjellish ose ta presish? Është Big Brother. Është e thënë me gjithçka. Është shqetësuese për kombin shqiptar, ama do bëhet Big Brotheri. Ti të ulesh tash me familje të presh një emision të mirë, tash mos ska. Nas një medium në troje tona. Ku the, është Big Brother, se çka dhe shumë. Nuk kam dëgjuar debate, tavolina ngjitur. Ziheshin për ata palaço që ishin aty mrena. Kupton di shqiptarë. Jam interesu shumë shpend prapa vijat pas kamerave të asaj Big Brother, se çka ndodh. Dhe cila është ajo politika mbrenda e produksionit, e sendeve, po sendi më i degenerum nuk ish pas. Thjesht s'kam përcjell asnjë, po shumë kurreshtar kam qenë ta shoh atë prapa ti do prapa vjen. Prapa vjen ta shoh.
Dhe në momentin më thot një pjesëmarrje tash se nuk është për mja përmendim, një pjesëmarrje që ka qenë mrena në Big Brother më thot sikur t'ishe kap me tjetri matë, ti t'ishe puth matë, kishe vazhdu dashurin, ti do ishe sigurt edhe 2 muaj mrenda. Do më thënë, shkoj, ai është eksperiment social, vlla. Po. Ai është eksperiment social, ai është bo me policët e të burgosurit. O 10 shok, që u ndan 5 policë, 5 burgosur dhe u tregu që aty futesh në rol. E ndjen atë, e dhunon shokun se ti je policia i burgosur. Është eksperiment social që nuk dhez në as edhe një lloj shteti tjetër, vetëm këtu. Po. Pra janë pasuruar njerëz duke shitur garbages, duke shitur mbeturina. Dhe kjo është e tmerrshme, valla. Nuk është e tmerrshme ti që shet. E tmerrshme është ky që e ha, valla. Se kemi në treg, ke dhe peshkun e ndenjur, ke dhe peshkun e rezervatit, ke dhe peshkun që i ka flegrat e kuqe, sa ka dal nga peshkaregja, nga deti. Nuk po bin dot mua njeri që do hash atë, se nuk ha luani bar, sa do ju rritur tjetë, o vlla. Po. Do shkoj tek ajo që du pak e sakt. Kokaina sheshit, pse s'po e pi unë dhe ti, o vlla? S'po na merr njëri me zor. Edhe vetë tjetri që e pi vlla si i smur me dorë, unë se kam atë që shet fare më, sa ai ka ekzistuar, do ekzistoj tër jetën. E pse kjo pik na bashkon neve shqiptarë, ti shpend. Pse? Se marr vesh, pse e gjejm emisionin tjetër vlla. Pse se ka gjetur Asterios e ka bë 300 faqe libër me titullin Pse. Kjo pik po na bashkon krejtve. Kjo pik po na bashkon gjithë shqiptarët. Në këtë pik jemi të përbashkët se budallallëqet po na bashkojnë. Flas me mentalitetin, Unë jam krenar, me mendimin. Në fund ditës, mbasi nuk jemi të mirë në shkencë, po mund të jemi të parët në botë për budallik, jemi të parët në botë për diçka. Do ta mendojmë pozitivisht. Pastaj ushtofshin ose amet, sa më shumë budallënj që janë vlla, aq më shumë ka për neve. Nuk e ke menduar një kështu? Unë mendoj që konkurenca është shumë e madhe, shpend. E mbyllim. Shpresoj që ta keni pëlqyer këtë bisedë me vllajin tim Samet Abdullaun. E gjeni në televizionin shtetëror të Maqedonisë. Ka një emision të vetin që flet kryesisht për kulturën, apo jo, për kulturën dhe për muzikën. Dhe të gjithë juve që jeni të dashuruar pas kafshëve, në qoftë se keni probleme me kafshën tuaj, me macen, me lopën juve që jetoni në periferi, e kam parë me duart, me sytë e mi, edhe në marrëdhënie me klientët, se çfarë njeriu është Samet Abdullahu dhe sa i Zoti është si doktor veteriner në Shkup. Punon 25 orë në 24 orë të ditës. Këtë e kam të parë me sytë e mi dhe është nga më të mirët në qarkullim. Dhe nuk e them se e kam këtu. Ata që janë shqiptarët e Maqedonisë e njohin Sametin nga afër, e dinë se çfarë peshë ka. Dhe mos harroni, po të doni të shkruani me Sametin, e gjenin Samet Abdullahu në Instagram që t'i bëni follow. Dhe të kontaktoni me të vendosni kontakte. Neve të Tru Podcastit nuk kemi probleme inferioritetin, mos t'i japim kontakte se na i marrin, na i bëjnë. Kështu që të dashur miq, juve do na shihni, po prap me Sametin, po edhe me ushtarë dhe me general brigadash, ndoshta edhe me një politikan shumë të rëndësishëm, por nuk e kemi marrë akoma konfirmimin, në Maqedoni, në gusht, në përkujtimoren e në nshkrimit të marrëveshjes Ohrit, do vi me një reportazh historik të një prej tragjedive që ka ndodhur në Maqedoni, ajo që është lufta, që quhet lufta e shqiptarëve në Maqedoni. Mos harroni që të bëni subscribe faqen tonë të YouTube-it. Ne rritemi për ditë, si të na doni, si mos na doni juve. Dhe mos bëni kot report e gjëra, sepse YouTube-i nuk është si faqet e tjera. Thjesht na ngadalconi ngjitjen, nuk është se na pengoni realisht. Vetëm se lodhni veten, se YouTube i di më mirë insajde se sa juve. Dhe gjithashtu juve dini vetë që përmend emrin Gashi te Dino Auto, unë isha dije për të marrë një makinë për vete,
në Shën Vlash të Durrësit, në 68 21 86 866, përmend gashin ke 15% ulje. Autodino këto. Autodino 5% ulje. Dhe e dini vetjove, odori ka aromë edhe i mbyllur, është super hermetik. Nuk është nga këto pisliqe që bleni juve në treg, që ne fut në çanta në behare ta vullon. Është me mbyllje hermetike, nuk është alergjik, i keni për meshkuj dhe për femra, te Ring Centeri, aty e gjeni të djalin, thoni gashi dhe e dini vetjove. Deri në momentin tjetër pacient, pa ndodhur Armagedoni ose dita Kiametit, se ndoshta e presim, se më kej s'ka ku të vej, bëni subscribe dhe mos harroni, hidhni televizorin kosh dhe ndiqni vetëm Tru podcastin. Neve me të vërtetë jemi pacient. Por nuk kemi aq rëndësa ata që ju kontrollojnë juve. Natën